Në Korçë janë duke u zhvilluar trajnimet si pjesë e programit Artizani i ri, një nismë me thurje handmade, që synon të ruajë dhe të zhvillojë traditat artizanale përmes përfshirjes së brezit të ri. Në këtë edicion janë përzgjedhur 10 vajza dhe gra, të cilat po trajnohen falas në punimin tradicional me tezgja, një mjeshtëri e trashëguar ndër breza, që mbetet pjesë e identitetit kulturor të Korçës. Një nga pjesëmarrëset, Gjeni Gjyrasi, e sheh këtë si një mundësi reale për punësim apo vetë punësim në të ardhmen. Po mësoj vegël dhe po më duke një gjë shumë tërheqëse dhe e bukur. Mendon ta kthesh në një profesion këtë? Po, duaj që të kem edhe një të ardhme për fëmijët. Organizatorët theksojnë rëndësinë e transmetimit të kësaj mjeshtërie tek brezat e rinj, duke e konsideruar si një mision kulturor për të mbajtur të gjallë trashëgimin artizanale të qytetit. Siç më ka treguar mua nëna, gjyshja, motra, po ja mësoj dhe unë vajzave. Në përgjithësi janë mirë, kanë interes, kanë dëshirë. Për mua duhet të vazhdojnë, se unë e kam vetë dëshirë, e kam pasion dhe them që pse mos ta kenë gjitha dhe vajzat e tjera. Kjo dëshirë për të bërë trajnimet ka ardhur si pasojë edhe e vënies re që mungojnë artizanet, sidomos artizanet që janë në moshë pak më të re, dhe kjo traditë është duke u harruar dhe nuk po trashëgohet. Mendojmë që ka një vlerë, domethënë jo vetëm të trashëgohet brenda ekonomisë familjare dhe prodhimit familjar, por edhe për t'ia treguar botës produktet shqiptare që bëhen me teknikat tona. Programi Artizani i ri mbështetet nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Bashkia Korçë si një model për ruajtjen e trashëgimisë dhe nxitjen e vetpunësimit.